Ky është mjeshtri Pukjani i prodhimit të instrumenteve tradicional popullor Viktor Shahini. Sot është 70 vjeç dhe ka 55 vite që ushtron këtë zanat, duke prodhuar afër 3000 çiftelije sharki. Që 12 vjeç që kam filluar çiftelinë e parë, prodhimin e parë çiftelisë, ashtu siç kam mujt vetë ta prodhoj. Edhe në vazhdim pasaj, pas 25 vite kam ushtruar totalisht në seri prodhimin e çiftelijës Lahuta edhe ma vonë sharkisë. Tregu për mjeshtrin Shahini ka qenë gjithnjë i garantuar. Ka pas interesim shumë të madh nga diaspora, nga shqiptarët e Shqipërisë që punojnë diasporë edhe të Kosovës. Viktori bashkë me Fran Palin, afër 40 vite më parë, arritën të prodhojnë instrumentin muzikor të violinës, çka e bëri shumë të njohur mjeshtrinë e tij, sidomos në prodhimin e instrumenteve tradicional popullor. Suksesi i Viktorit në prodhimin e instrumenteve të çiftelisë sharkisë e Lahutës lidhet me faktin sa e din të interpretojnë në këto vegla duke njohur çdo detaj të timbrit të tyre. Shkrimet pirografike me panorama të Pukës më ora muri janë një pasion tjetër ku spikat mjeshtria e Viktorit. Po krahas tyre kam pas edhe dedikime të tjera si ora droni, shkrime pirografike, panorama qytetit të Pukës, turisti kur të hynë këtu mbas dalin pa gjë. Edhe ky vend tjetë si ambasador i Pukës në të vendet e botës. Mjeshtri Viktor Shahini vjen punën e nuk lodhet asnjëherë, duke përsosur zanatin e tij në prodhimin e instrumenteve popullor të traditës dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore.